ndjekur kështu dhe performancën e shkëlqyer të grupit TMB, i cili e ka ndezur fare skenën e Shkodra Fest. Këtu pranë kam dhe djemtë e grupit TMB. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, si fillim, më thoni, si po ndjeni sot këtu në Shkodra Fest? Cili do të flasi pari? Atëherë, të thëmë drejtën kemi qikë emocione, se është hera parë që shfaqim në një emision televiziv, si që është Shkodra Fest, por ndjemi shumë mirë. Mirë. Ti, si po ndjesh? Shumë mirë. Mirë. Më thoni, çfarë emocione shpërjetuat gjatë performancës tuaj këtu në skenat e Shkodra Fest? Cilat ishin emocionet, apo nuk ishit fare emocione? Si shtash dhe më para, kishim shumë emocione dhe në duk një skenë shumë madhështore këtu dhe presim shumë nga këj kompeticion. Mirë. Çfarë prisni ju nga Shkodra Fest? Keni pritshmëri nga ky eveniment? Keni? Djali? Sigurisht. Cilat janë pritshmëritë tuaja? Ne kemi marrë si një mundësi për të shfaqur para publikut, për të shfaqur ato aftësitë tona që kemi. Për të pasur njohje më të reja, për të afirmuar më shumë se jo? Po, gjithashtu edhe për këto. Mirë. Më thoni, sa vite keni që merreni me muzikën? Grupi jonë është formuar para 5 vitesh, nga 5 pjesëtarë. Duke kaluar vitet, ka shkuar duke shtuar me pjesëtarë, kemi dalë në disa koncerte në Kamës, sa aty jetojmë ne. Edhe tash në emisione televizive është hera parë që dalim. Po. Shumica e koncerteve tuaja janë brenda vendit apo jashtë vendit? Keni domethënë koncerte jashtë Shqipërisë? Jo, të thëmë drejtën nuk kemi pas vetëm brenda. Mirë. Çfarë ju shtyu ju që të merrnit pjesë në Shkodra Fest? Cila ishte ajo shtys? E kemi për kohësh. Diçka që na bën të ecim pra në fakt se kemi edhe emocione. Po sigurisht e kush nuk mund të kishte emocione, emocionet janë pjesë e çdo njeriu. Është diçka që nuk e di. E shohim si një mundësi që të ecim shumë përpara. Është hera parë për ju që merrni pjesë në një kompeticion të tillë apo keni marrur pjesë edhe në për evente tjera të ndryshme? Jo, për sa bëhet fjalë për evente, është hera parë që marrim pjesë në Shkodra Fest. Ndërsa kështu kemi kënduar në koncerte të ndryshme. Më thuaj, kush ka punuar me këngën tuaj, me tekstin, muzikën, orkestrimin, cili do të flas? Në gjitha kam punuar si tekstin, e kam bërë unë. Jeni dhe tekst shkrues, domethënë. Muzikën edhe regjistrimin kemi studion tonë, Magic Records quhet. Edhe në gjitha kam punuar unë. Mirë. Shumë mirë, shumë bukur të punosh vetë me tekstin, muzikën, me të gjitha. Mirë, një përshëndetje për të gjithë publikun dhe për të gjithë fansat që po ju ndjekun. Një përshëndetje. Doja t'i përshëndesja shumë dhe të na votoni nive. Po, Djani? Ju përshëndes të gjithëve dhe ju them thjesht ndjeni këngën, cilën ne kemi bërë. Gjithashtu një përshëndetje për gjithë dhe thjesht ndjeni këngën të cilën kemi bërë. Mirë Djema, shumë suksese, një intervistë tepër e veçantë me ju, u kënaqëm apo jo? Faleminderit, po ne u kënaqëm shumë, edhe ishte një kënaqësi shumë e madhe që morëm pjesë në këtë eveniment. Suksese të mëtejshme. Faleminderit. Për të votuar grupin TMB për nga Shqipëria, shkruaj SHF hapësirë TMB dhe mesazhin dërgoni në numrin 50120, ndërsa për nga Maqedonia, Malizi, Kosova, por edhe nga diaspora, shkruaj SHF hapësirë TMB dhe mesazhin dërgoni në numrin që është afishuar poshtë në ekran. Së bashku do të vazhdojmë me intervistën e konkurrentit të radhës.